Na tregoni diçka në lidhje me emrat shqip. Se diçka. Flamur, veton, valon, driton, e tjera. A janë të lejuar që t'i vehen këto emra njeriut? Islami nuk i ka kufizu emërtimin, nuk e ka kufizu emërtimin e fëmijës, fëmijët në gjuhën e atij populli, fëmija i cili në gjuhën e atij populli të cilit të takon fëmiu. Me kujdes që fëmijët t'i vehen ata më njëri. Me kujdes që fëmijët t'i vehen ata më njëri. Me mbi kujdesin qëtër që në emrin të cilit ja kenu fëmijës pajtohet Allahu jot. Qëtë Allahu jot e pajtuar. Duhet me pas këtë punë kujdes, kjo a normë fetare. Pra Islami nuk na ka cungu që fëmijët t'i ngjesin një emën qëtër, ban me ngjit emën gjuhës vetë, tjetë emën njëri, edhe Allahu xhelle xhelalu në tjetë i pajtu. Kanë thonë ulemot, a ban me ngjit gjallit emrin shpëtim? Kanë thonë jo. Gjallit shpëtim emrin s'ban me ngjit. A ban me ngjit gjallit emrin gëzim? E kam fjallën, ato kanë thonë arabisht, edhe gëzim ka arabisht, apo? Kanë thonë jo, pse ka thonë kjo bot, ka aq ëmbëlsira, edhe i ka të përzime me jetësina shumë, e ti një ditë për ditëve kur të bere gjaliot gëzimi, kur të bere gëzimi prej tarase poshtë, e të në shoshën dush me vetë, shka boni gëzimi? E thonë gëzimi rapi tarase. Teri atë shka shku Islami latë, ka thonë mës luni me këto gjona. Mës luni me këto gjona, në gjithë një gjallit emnin prej emnave në të cilët Allahu pajtot, e Rasulullah a.s. ka thonë a emën duhet me qenë emën fetar. Për shkak se ditën e kiametit, ka thonë Rasulullah me një hadis, se tud'aune yawma al-qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Ditën e kiametit do të thirrni në emrin e ju edhe në emrin e babës. Kjo është kështu fe, politik fetare, politik islame, e gjithë bota islame 1 miliard e 700 milion duhet me i pas emnat një lloj. E gjithë bota islame duhet me i pas emnat një lloj. Politik islame kush ka dëshirë me ditë. E gjithë 1 miliard e 700 milion emnat një lloj duhet me i pas.